Pengesë janë shumë ta, për shembull ushqimi haram është pengesë. Ushqimi haram është pengesë. Për shembull indiferenca e njeriu të karshi keqes është pengesë apo. Po ndodhe keq në familjen e tij dhe s'let apo. Ka thënë pejgamberi sa kanë më urnu për të mirë dhe kemi dhënë nga keqja, ose Allahu te bareku te ja u vendos mi kokën e zullumçar e lutni mi u hek si përgjigjet apo. Don emri maruf. Tash ti si detyrum se ti aski kompetencë, aski aftësi me dal, me shku me një qendër tektare, më thonë njerëzve që s'pem shalni për namaz. Societi këto. Po ti mund më thon shpejtone, pse s'pe lën që të punë për namaz, më thosh? Apo mund më thon çata që ki nën kompetencë tona apo. Po. Mi po është njëri në udhë bilam, thon, është të keqën, fesadin, shef familjen të këshyr filma të rifara, apëton, don çështjet pa lidhje, apëton, programe të dëmshme, edhe nuk lëviz, nuk flet apo. Tani do të hoq që sa vjet pa luajtur për një dua apo. Duhet më shkim televizorin për më të pranuar doja apo. A kupton? Po të sajt më kemi, duhet më shkim të sana apo. Jam pengesë, nuk ban. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bike min du'ain la yurfa. O Allah, të lutem më mbroj nga lutja që nuk ngritet. E ka një pengesë, diçka po e frenon, speroj më ngrit apo. Ai diçka ka. Hyrja në zgjidhjen e çfarë do problemi është lidhja me Allahun te bareku te ala. Lidhja me Allahun xhalla xhelaluhu, edhe më na rikujtuan vëmendjen tonë se duaja është nga begatit më të mëdha që Allahu xhalla wala e ka dhënë. Mirë po duhet më largu thash pengesat. I përmend ato që ka pengesat, për të që përmend është edhe thash çështja e haramit, do e përmend atë njerin që ka qenë në udhtim, në flok prishur, i lodhur. Pse ka pranë pejgamberi flok prishur, pse ka pranë këtë pejgamberi? Çfarë rëndësie ka një njeri në udhtim? Për shembull, në udhtim u kon. Flok prishur i plënon. Çfarë rëndësie ka më ka thonë? Për shembull, ka thonë një njeri ka qenë tek Allahu, po s'u ka pranuar doja, nga se për neve është më rëndësi pjesa e fundit apo. Se ushqimin haram, tesh haram, si më u përgjigj Allahu. Po kjo parathënie që u kon në udhtim, e flok prishur i plënon, pse kjo apo? Për me të regu se në gjendje ati ka qenë gjendje që do më thonë zakonisht doat që është të përgjigjen. Njeri në udhtim, udhëtari pranohet. I lodhun, i raskapitun, i gjynzum, e flekprishur, do më jep e kuplu sa i shkret të konë. Me gjithë që këti ka plëcu kushtet për mu pranu doja ati, ka pas pengesë të fuqishme që Allah konë, ka me ta që doan. Në të amu haram, ushqimin haram, me shrebu haram, pija haram, i ka shku imën u rrit me haram, me tesh haram, me fitim haram, enë ju stë gjabule, kam i arë përgjë, kam e të përgjë.